Shiqimi yt me djeg si zjarr, pra lumit shëndrojnë të dy, zemër kam një hajqa. Kuptoje një zemër djalit, që dashuron, kuptoje një dashurit sinqert, që ta duron. Hajde Qiqi! Kuptoje një zemër djali, që dashuron, kuptoje një dashurit sinqert, që ta dhuron. Hajde Kroacia! Ai i cili mas mirë i analizon ndeshjet është Nilla. Çka mendon për ndeshjen e sotme? Për mas mire, se di sa të jam disponim diçka, se Kroacia për lunë si normal lojë e prekshme është për muç kjo. Domethënë të dy skuadrat lunë shumë sigurt se din që çdo gabim i kushton me humbje edhe më kthy te shtëpia, kështu që kroat besoj shumë se kanë me mojt lujë qështu që kanë vazhdu edhe një gol ka fund në besoj se opin qatë shprej se kam të Kroacia më shumë pa dhe Meksika e fort lujnë me Brazili që ka lujt do më thonë edhe për tiri shumë i miru konë sa në marë edhe sulmun si Fred do më thonë 70 minuta kanë sulmun në zonë edhe së kanë mujtë mishe një gol. Mas 70 minuta vata durzun dhe shku një marë edhe Thiago Silva dhe David Luizi e sulmojshin se ata u shkënjën që nuk mund të përteri me dhonë gol dhe janë njërë se mbrojtë sa të përhuna dhe ata smëtë me dhonë gol, kështu që falemderit. A ka në tjetër tifos për Kroaci? Ose po shkojmë, na e dim që edhe Dum Krista shërben letnis përveç për pak Marianin mas i ka lidhe me Kroat, baj. Marian, për ka jenë këtë kampionat botërorën? Jam për Kroacin, ashtë ka këshyrë me rezultatin të në fund. Dese që 2-0. Shka nëse u Kroacia, kime këshyrë më futbol ajo? Besoj që po. Brazili, rezultati i Brazilit është 1-1, nëse s'ka bëj. 2-1 për Brazil. A është të fitu Brazili, po? Fëmija me Brazilin, hajde fëmija një duar trokite për Brazilin. Ej, a kemi femna këtu, se veç meshkët jem do vojnë? Kem. Së mërri mikrofonin, do një marë makne. Miliona, për kojë të? Veç më stoj për Brazil. Me fëmijën, jo. Edhe ti me Brazilina? Hajde një duar drëgitje, bro. A ka mo tifos për Kroacina ju? Gimi, që na thot Gimi? Besoj që do tjetë edhe ma mirë se që të prit këtë. Dëshira jonë po di që marë është Kroacia në vitruo dhe kjo do të ndohë. Veç nëse hik gol nga ona Kroatëve, kujdes mos të një shishe, se për lëndënin e kanë. Jaja që menon për Kroacin, kjo është të lidhë shumë me Kroatë. Pa qare do të me fitu dajtë. A shkojmë për pak me muzikë apo vazhdojmë me komentime? Mele, dhe mas miri lojt e futbolit. Këtë do të mëna komentu pak. Po me e kemi në vullim. Që dhe loja Meksikën a Brazilin? Kroaci. Kamerunin.
Po, edhe unë gjithashtu jam në Kroacinë, edhe shpresoj që me ftohet pse nuk lujti deri tash mirë. Po më merr mendja mo Masidul Mandzukici që është i Bayerit apo ç'është? Edhe ajo ndikon normal. Ka ndiku lojën e parafundit, prapë do të më ndiku. Shpresoj që dele 1-0 me fitu edhe me shku. 2-0. Kështu ashtu po shi që evropianët janë dop këtë kampionat, s'di që apo ndikon klima, s'di shka e... Po neve veç... Sa ma mirë me shku evropianët. Ka një arsye që tifozët e Bayernit janë me Kroacinë, po ashtu edhe të Real Madridit se lunë Modrici aty. Gjirgji, çka mendon? Ky si ekspert i futbollit. Eksperti... Po, loja po shihet qartë, me qenë se Meksika me një barazim kalon grupin, do më thonën po shihet që ka hi me 5 mbrojtëse dhe ka bloku lojën krejtësisht me sfush. Arian. Shpresojmë që Kroacia në pjesën e dytë do të më rreziku më shumë, do të më qelë pak më tepër, edhe masi krejt jena për Kroacinë let shënoj fitore. Shkojmë të limi vongës pak se në të nga prit, mëti. Përveç kësoj ndeshje, cëllën ekipi simpatizon ti në kampionatin botror? Kroacia, normal. Pa para me vej! Po, është një kapë mos me simpatizu Kroacinë, na. Krejt. Nuk e kuptoj që shmuni me simpatizu një tjetër ekip. Bravo! Kroacia janë zemra junë. Edhe normal se duhet me fitu Kroacia, edhe pse Meksika është shumë e fortë. Nuk po mujnë topi vetëm në qendrë të sumet, po besoj që 1-0 ka më priluja për Kroacia. Inshallah një gol e presëm. Jo, s'është për Serbinë, po është me Shqipni, po Shqipnia me Kroacinë ka punë shumë mirë. Pikërisht për këtë arsye dhe janë për Kroacinë sonte. Me Kroacinë lidh diçka shumë e madhe, ajo është rrethja ndaj Serbisë. Shpresoj që Kroacia ka me fitu dhe më kualifiku tutje. Besoj që rezultati ka me konë 1-0. Masë ka fitu dhe ju do t'i Serbisë dhe të ka fitu. Kërejt për fund e kem Gjuqin që ka special për Italia dhe Gjuqin do të më na folë një 2-3 fjallë. Si po ndihesh në park? Po në park shumë perfekta. Sarë po vinë subë po gjoj një sen kritish. Një risi. Dhe të vërtet atmosferë shumë e mira. Si më konë pa gjegati. Po isa ma mirë tani edhe me shok të ofër të nate. Po një thirrje këtë sublan me një Italicë, në orë në park me koni lojë. Jo Allah, ja vlenë se edhe në karrokrisa s'ke femeli ka qenë. Po veç inshallah fiton tani e pime e gojbe birë qëto. Daj, papi! Apo na këtënë edhe diska ju? O, ju më shtu për te, Okej, po vazhdojmë tash, besoj që nistet edhe luga. Nëse ka dikush me fol, urnëni, mos t'ju vinë bare, hajde, folni këtu. Qetë Zuka. Ku është Zuka? Veç për dashni, Cila kontore i ka femnat më të mira? Thoshi. A e në më të mirë femnat e Brazilit dhe të Kroatë? Brazilit dhe marë. Shkoj me ndeshin.